A dhe? Dhe B-s. Dhe B-s, acidi klorik. Po. Atë regjia, anuloni 2 nga opcionet, ju lutem. Unë them, përgjigja përfundimtare ime është A, jo me titologji. Përgjigja përfundimtare në A, me pH masim për qëndrimin e joneve të hidrogenit. Sakt. Shumë bukur Esion. Pyetja tjetër. Tigrat jetojnë vetëm në Azi dhe Afrikë, Europë dhe Azi, apo Azi? Ke parë tigër në njerë? Po, korp zoologjik po, po jo. Ku? Në cilin kontinent? A në korp zoologjik? Në Afrikë, po. Po nga televizor kam parë në Afrikë, por di dhe që në Azi ka disa lloje tigrash që jetojnë. Mendoj, dim dhe publikut. Publiku. Esion Shyti kërkon ndihmën tuaj në pyetjen. Tigrat jetojnë vetëm në Azi dhe Afrikë, në B Afrikë, C Europë dhe Azi, apo D vetëm në Azi? Na jepni përgjigjen e saktë, ju lutem. Azi, 67%. Dhe unë po vendos për Azin, D. Përgjigja përfundimtare ime është D-ja. Përgjigja përfundimtare në D, do të thotë tigrat jetojnë vetëm në Azi. Edhe në publicitet ndoshta. Nderuar televizionistë, u kthyem në quizin milioner. Në karrikën e nxehtë është Esion Shyti nga Tirana. Në pyetjen e 7, tigrat jetojnë vetëm në Azi dhe Afrikë, Europë dhe Azi, apo në Azi? Pas ndihmës së publikut, Esioni dha përgjigjen në D, Azi. Dhe fjala është për tigrat e Siberisë, tigrat e Indonezisë dhe tigrat e Bengalit, kryesisht do të thotë këto. Dhe përgjigja është e saktë. Tigrat jetojnë vetëm në Azi. 500 euro. Okej?